Në daljen e dytë publike pas përfundimit të procesit zgjedhor, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u shpreh se zgjedhjet e 11 majit u diktuan që të gjitha nga krimi. Këto ishin zgjedhjet më të grabitura, më të plaçkitura dhe më të dhunuara në tërë historinë elektorale të Shqipërisë pluraliste. U karakterizuan nga blerja publike më masive në tërë historinë e zgjedhjeve në Shqipëri. Zarfi me 100 euro i dërguar në mes fushatës elektorale dhe amnistia prej 200 milion euro gjoba dhe kamata nga viti 2015 dhe në vitin 2025 është blerja publike më fuqishme që ka ndodhur në historinë e vendit. Berisha u bëri thirrje të gjithë komisionerëve për të numëruar çdo votë. Të regjistrojnë dhe të marrin shënim çdo parregullsi. Libri i zi i këtyre zgjedhjeve shkruhet me datën 16 në ora 17 në bulevardin Zogu i Parë për të sensibilizuar opinionin publik botëror mbi krimet monstruoze të përbindshit elektoral Edi Rama, që nuk respekton asnjë rregull, asnjë ligj kombëtar dhe ndërkombëtar për zgjedhjet. Protesta do të jetë paqësore. Kreu Demokrat garantoi se nuk do të ketë probleme që të cënojnë sigurinë e krerëve të shteteve që do jenë në Tiranë të premten.